Në qarkun e Gjirokastrës, këtë vit kanë aplikuar rreth 3080 fermer në skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Specialisti i bujqësisë Balil Bineri thekson se në disa prej skemave është vënë re një interes më i lartë se vitet e kaluara. Pothuaj në të njëjtin nivel me atë të vitit të kaluar, një rënje të vogël, thash, rreth 40 aplikant ka pas skema e naftës, ndërkohë kanë pas nga një rritje të lehtë këto skemat e tjera. Tufa baze matrikulluar, e gjedhit, e të imtave, po edhe bletaria, dhe kemi qenë plotësisht në të njëjtat kuota si total me ato të vitit të kaluar. Bineri shton se aktualisht është drejt përfundimit procesi plotësimit të dokumentacionit nga fermerët, ndërsa Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural po kryen kontrolle fizike në terren për të verifikuar aplikimet. Ka aktualisht është në përfundim faza e kontrollit administrativ, pra plotësimi i dokumentacionit nga ana e fermerëve aplikant. Në qarkun ton kanë mbetur më pak se 100 aplikant fermerë, të cilët nuk i kanë plotësuar dosjet. Paralelisht me këtë, AZBR-ja vazhdon kontrollin fizik në terren, ndërkohë ka filluar edhe rimbursimi e një pjesë të aplikantëve, të cilët i kanë kaluar këto të dy faza, fazën e kontrollit fizik për skemat e tjera, për masat e tjera dhe fazën e kontrollit administrativ dhe pastaj atë fizik për masën e naftës. Fal këtyre skemave, prej disa vitesh, fermerët kanë përfituar mbështetje financiare nga shteti, e cila ka ndihmuar në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit bujqësor në këtë qark.